manifestimi është le të themi fjala më e përhapur. I kam ato gocat e zyrës që manifestojnë gjithkohës. Manifestojnë gjithkohës. Pra ti thua, unë nesër do zgjom, do bëhem perandor, nesër do udhtoj me një makinë fundit. Jo, deri këtu. Jo, Do vërtet. të realizo. Ashtu, ha? Manifestimi kështu kanë kap. Të kanë ndodhur ty ka kap edhe princin. Kështu kanë kap edhe princin duke manifestuar. Po ti vete bën kështu e... Për disa gjëra mund të them që më kanë dalë. Ashtu, ha? E kam bërë më ka dalë. Po jo me 5 eurë. eurë. Mendjes më shumë se unë nuk e besoj në 100%. Ndoshta është obsesion, po në fakt çdo gjë nga truri fillon, kështu që po e besove. Kështu thonë, manifestoje, po ndonjëherë mund të manifestosh që si e mirë. Po varet. Për shembull, doja unë të besha sultan. Kur thash unë, do bëhem sultan, kur tha njëri, ore, është zëna i Pra vendit. trendi më i ri në TikTok është që të mbash 5 euro në një stëk, sjell bollok. Pra është një lloj zakoni. Me këtë se kishim provuar me Se kam parë astekun. akoma ke goca ime, se do ta kisha parë, se duket s'po shumë në TikTok, sa mirë më vjen. Unë do provoj sonte në dark. Ashtu, ha? Do fusi 5.000 lekësh. Unë këtë se Nuk quhet 5.000 lekë, o 5 euro, 5.000 lekë nuk quhet. O 5 euro do se marrim nga besoj se po t'ishte kështu do isha bërë bret.